Mirëmëngjes, Klaudia. Mirëmëngjes Matilda, mirëmëngjes Flor dhe mirëmëngjes të gjithë rishikuesve të Radio Televizionit Shqiptar. Gëzuar ditën e verës dhe po, është e vërtet që fundjava pritet me po të njëjtat kushte atmosferike, pra kryesisht me diell. Të paktën për zonën qendrore dhe ato të jugut, sepse në veri do të vazhdojnë të kemi dhe pak reshje shiu me intensitet të ulët, por jo nga ato reshjet e shiut që shqetësojnë Florin, për shembull që vjen me motor. Ajo do ishte mirë në fakt. Paktën për mëngjesin edhe për në darkë kur shkojmë në shtëpi. Po këtë detajin e fundit e tha për veriun, nuk besoj se ti do shpërngulesh në veri. Mund edhe të shkoj, Matilda, se kemi fundjavën para dhe mund të më vindi dëshira për bërë në një gjiro në veri. Megjithatë, faleminderit Klaudia për informacionin. Sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak, ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin, por nuk do të mungojnë dhe vranësirat e pakta kalimtare mesatare deri të dendura, më të përqendruara në relievet e larta malore në veri dhe në veriperëndim të territorit. Këto vranësira do të shoqërohen dhe me reshje shiu me intensitet të ulët dhe lokalisht mesatare, më pas dhe me ndërprerje graduale të tyre. Era do të fryjë me drejtim juglindje dhe jug-perëndim me shpejtësi mesatare 12 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet do të fitojë shpejtësi 24 metër për sekond. Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 4 deri në 5 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 5 deri në 21 gradë Celsius, në zonat të ulta 12 deri në 25 dhe në Bregdet 11 deri në 25 gradë Celsius. Ky ishte edhe parashikimi i motit për ditën e sotme, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Faleminderit Klaudia. Faleminderit juve. Faleminderit Klaudia.